Këto zgjedhje lokale as për Hristijan Mickoskin dhe as për Venko Filipçen nuk janë zgjedhje të zakonshme, por çfarë shohin ata to? Mesazhet që i dërgojnë nga mitingjet, madje ndonjëherë tingëllojnë sikur zgjedhjet janë çështje të jesh apo të mos jesh, dhe jo për atë se kush do ta drejtojë komunën dhe do të zgjidh problemet. Sipas Mickoskit, zgjedhjet lokale më 19 tetor do të vendosin se ku do të shkojë Maqedonia, madje edhe se kjo do të ndikojë te qeveria. Новија избори одлучуваме како ќе се движи Македонија. Дали сакаме да се врати назад кај овие кои што ја уништуваа 7 години, или сакаме да одиме напред и да ја развиваме заедно со народот. Дали сакаме да се врати влада или да биде дел од влада политичка партија која што ја уништуваше Македонија, или пак да остане оваа коалиција која што 15 месеци работи за Македонија и народот. Edhe kreu i socialdemokratëve, Venko Filipçe, thot se për të, këto zgjedhje janë moment kyç për partinë dhe se prej tyre varet nëse LSDM do të jetë kundërshtar i fortë ndaj pushtetit, edhe pse kjo në parim duhet të varet nga funksionimi brenda radhave të tyre. Сега кога Македонија повторно е ставена под закана на ВМРО-ДПМН, која турка државата во изолација, назадување, узурпација и режим. Вашата сила и вашиот глас значат повеќе од било кога. Ова не се обични локални избори. Ова е момент кој е потребен силен СДСМ, кој ќе биде силен противник на ВМРО-ДПМН. Edhe pse nga të dyja partitë politike u premtua se do të zhvillojnë një fushat pozitive, pjesa më e madhe e saj përdoret për diskreditimin e kundërshtarit politik. Kohët e fundit në fushat u përfshi madje edhe ish kryetari i LSDM Zoran Zaev me akuza kundër tij.